Ka një parabol në Bibël kur një udhëtar shkon në një shtëpi dhe e mikpresin, e lajnë, japin për të ngrënë dhe i thot gjithmonë mikut të shtëpisë për vete e ke. Shtrojnë tavolinën për vete e ke. Me vënd të flej në shtroje të pastra për vete e ke, i thot. I japin dhe një bukë të nesërme që po nisej, i thot sërish për vete e ke. Atëre, i zoti shtëpisë thot, e po kjo më të shmëndi për vete e ke, i fut një cop helm aty. Duke ecë rrugës udhëtari, takon një djalë të ri i cili po kthehej nga lufta. I uritur. Udhëtari thot, merre këtë bukë. Ushtari e merr bukën dhe gjatë kthimit për në shtëpi fillon e hap bukën. Kur mbrinte pragu i shtëpisë, i bie derës dhe i helmuar jep jetë. Dera ishte e të zotit të shtëpisë që kishte bujtur udhëtarin. Staj vazhdon me shprehjen, çfarë shpirti ke për të dorëzuar në ditën e gjykimit? Ne 50 vjet patjetër që i vum shkelmin çdo lloj religioni. Dhe mëkati që kemi bërë ne është i llaktarshëm. Madje edhe para disa orësh, 2 miqtë e mi në një podcast të një kanali goxha të madh televiziv dhe çuditem si nuk e ndërpret, domethënë se është blasfemi, talleshin me të qenit kryqtar i kishës ortodokse shqiptare. Talleshin. Madje njëra syresh ka qenë dhe këtu në studio. Por kur e ke kështu, nuk s'kupton, hajde mo, ç'të bësh? Do i falësh. Po. Edhe halli jon është që falim. Dhe të vim në rastin konkret, jo, nuk duhet falje. Ne duhet të rikthejmë dënimin me vdekje, të vare në mes të qytetit, siç bëhe një kohë, ose të shkojmë në vendet skandinave, janë shumë vende sociale, që u pritej dora, vjedh, pre dorën, gjuan me shqelm, një të pambrojtur, priti këmbën, thot fjalë të këqija, shkurtoj gjuhën, dhe thua shti, lert, ku na ktheve në mesjet? Po në qoftë se ne sillemi së në mesjet, pra, në mesjet, ata kaçakët shqiptar, vidhnin nga thesari sultanit. Sot janë gatruar, sultani është populli. Populli e mbush atë thesar. Dhe ju, përderisa keni futur duart në xhepat e popullit, duhen prerë duart. Jo të nxjerrin duart, t'i lajnë. Edhe pastaj me që i lanë, janë në rregull. Jo, mordhlla, jo. Fare zhej. Si thean duena, nuk dihen ku kanë vajt parat, dihen ku kanë vajt parat në botën e përgjimit të ati emisionit që isha dhe unë, në botën e Big Brother, që e kanë zjerë të romani 1984, George Orwell e botuar në 48-ën, se bënte loj numrash dhe ai. Në këtë botë, ku mbikëqyret gjithë shka me kamera, dhe këto, që të gjitha kanë një çip elektronik dhe ne përgjohemi për qef, nuk dihen ku kanë vajt parat, ustallarët e din shumë mirë ku kanë vajt parat,